10 vendet që shpesh harohen gjatë pastrimit pranveror. Përgatituni për një pastrim të thellë dhe të shëndetshëm të shtëpisë tuaj, duke u kujdesur për këto 10 zona të shpesh të anashkaluara. Pas dhe nën pajisjet e mëdha. Lëvizni frigoriferin, sobën dhe lavatriçen për të pastruar grumbujt e pluhurit, grimcave dhe yndyrnave që mblidhen pas tyre. Tavanet dhe llambat. Përdorni një pastrues me dorez të zgjatur ose një peshqir të lagur për të pastruar llambat dhe ventilatorët e tavanit nga pluhuri dhe rrjetat e merimangave. Kornizat e dyerve dhe dritareve. Fshihini me një leckë të lagur për të hequr pluhurin dhe papastërtitë që mblidhen gjatë kohës. Brenda dollapëve dhe sirtarve. Hiqni gjithçka. Fshihini sipërfaqet dhe riorganizoni me kujdes për të shmangur grumbullimin e pluhurit dhe mbeturinave. Pas pasqyrave dhe pas dritareve. Fshihini për të hequr njollat dhe grumbullimet e pluhurit që mund të ndikojnë në pamjen e përgjithshme të hapësirës. Brenda lavamanëve të kuzhinës dhe banjës. Pastrimi i kujdesshëm i këtyre zonave është i rëndësishëm për të shmangur grumbullimin e baktereve dhe papastërtive. Pas dhe nën divan dhe krevate. Lëvizni mobiljet për të pastruar hapësirat e fshehura nga pluhuri dhe mbeturinat. Filtrat e ajrit dhe ventilatorët. Pastroni dhe zëvendësoni filtrat për të siguruar cilësi të mirë ajri dhe për të parandaluar përhapjen e alergjenëve. Brenda lavatriçes dhe lavastoviljes. Pastroni këto pajisje për të hequr mbeturinat dhe për të parandaluar përhapjen e baktereve. Kontrolloni dhe pastroni mbulesat e dyshemes. Pastroni dhe pastroni mbulesat e dyshemes për të hequr pluhurin dhe papastërtitë që mblidhen gjatë kohës. Këshilla shtesë. Përdorni pastrues të sigurt dhe ekologjik për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe të familjes. Sigurohuni që të pastroni rregullisht këto zona për të ruajtur një mjedis të shëndetshëm dhe të pastër.